Mirë mbrëma, përshëndetje, mirë se erdhët. Do të bëj njoftimin e zakonshëm në lidhje me shërbimet e mia. Si fillim bëj lidhje të drejtë për drejta. Këto janë 2 herë në javë, ditën e martë dhe të shtunë në orën 19. Në qoftë se ndryshoj këtë orar, vë njoftim siç e bëra edhe sot. Dhe ditën e shtunë bëj parashikimin javor. Aty flas edhe në lidhje me shenjat, pasi kam folur për ndikimet e përgjithshme, ndërkohë që ditën e martë, siç është edhe sot, bëj parashikimin për ciklet e hënës, 1 herë në 2 javë, ndërkohë që duke alternuar me këtë, bëj edhe me pyetje përgjigje. Sot është radha e javës hënës së re, pra të ciklit të hënës. Përveç këtyre, bëj dhe parashikimin ditor. Tek parashikimi ditor, ndryshe nga këto që sapo përmenda, nuk flas në lidhje me shenjat, flas vetëm për ndikimet e përgjithshme, por do t'i këshilloj që t'i merrni parasysh sepse aty jap disa informacione specifike për atë ditë se si mund ta përdorën ose si mund të tejkalen problemet që mund të dalin gjatë asaj dite. Përveç këtyre që janë shërbime pa pagesë dhe janë shërbime për publikun, kam edhe shërbimet e mia të cilat janë personale dhe për këtë arsye janë dhe me pagesë. Këtu është konsulta e cila përmban në përgjithësi analizën e hartës së lindjes. Për të gjithë ata që nuk e din orën e saktë të lindjes, mund të bëjmë edhe rektifikacionin që është gjetja e orës së saktë në lidhje si rrjedhoj edhe ascendentin e tyre, pra dëgjojmë ascendentin e tyre. Mund të bëjmë edhe analizën e lidhjes. Analiza e lidhjes bëhet jo vetëm për çështje sentimentale, bëhet edhe në raste kur doni të kuptoni se sa të përshtatshëm jeni në biznes, për shembull, pra si partner biznesi. Këto janë shërbime të cilat janë me pagesë për përsëris dhe përveç këtyre tashmë kam filluar dhe jap edhe masim astrologjie, nëse jeni të interesuar mund të më shkruani nga WhatsAppi ose me DM në të gjitha rrjetet e mia sociale. Tani po filloj me një herë tek ndikimi që do të kemi tek hëna e re. Është një hënë e re shumë e fuqishme, vazhdimi pothuajse i hënës së plotë që ishte tek shenja e dashit. Për të gjithë ata që nuk e kanë ndjekur, do e këshilloj që ta shikonin. E keni videon të plot te kanali im i YouTube-it, mund ta ndiqni që atje. Dhe tashmë po filloj me njëherë te kjo hënë e re. Do të jetë tek shenja e peshorës dhe është në gradët e fundit tashmë të shenjës së peshorës. Do të jetë datën 21 tetor, pra një javë më vonë, dhe në orën 14:25. Kjo hënë e re ka një ndikim vërtet shumë të fuqishëm në marrëdhëniet në çift dhe do të ketë pothuajse një përmbysje të gjithçkaje që ne dim. Në përgjithësi ndikimet janë pozitive dhe ajo çfarë do të përmbyset është iluzioni i atyre që kanë vlerë, pra vlerave të cilat e gjërave të cilat nuk janë shumë të domosdoshme të vërtetën tonë. Do të arrim që të perceptojmë mirë këtë. Kjo është pak a shumë përmbledhja e kësaj si teme. Shenjat që do të dalin më tepër në sipërfaqe që do të ndikohen më tepër, duke qenë se është tek shenja e peshorës, detyrimisht ndikimi i madh do të jetë kjo shenjë, por të katër shenjat kardinale do të ndikohen vërtet shumë. Në këtë rast edhe shenja e gëfores, dashit dhe breciakut të jenë ndër shenjat më të ndikuara të kësaj hëne të re. Përveç këtyre, mund të them që një nga karakteret kryesor do të jetë edhe shenja ujorit dhe karakteristikat që na sjell ajo. Për këtë arsye mund të kemi shumë të prekur dhe shoqërinë, perceptimin që ne kemi për gjërat të cilat janë të vlefshme në rrjetin tonë shoqëror. Këtu mund të kemi edhe një ndikim të përgjithshëm në përdorimin e teknologjisë, po ashtu edhe përsa i përket komunikimit që kemi me njëri tjetrin. Do të kemi një zgjerim të komplet të rrjetit të komunikimit dhe kjo do të jetë e vlefshme pothuajse në çdo aspekt të jetës tonë. Duke qenë se tashmë do të duam që të kemi më tepër kontakt me njëri tjetrin, fryma e komunitetit mund të rritet pak më tepër. Pra, është një ndikim pozitiv siç e përmenda, por asnjë që nuk vjen vetvetiu, do të na duhet që të jemi të ndërgjegjshëm. Atëherë, kjo hënë e re. Po fillojmë nga e para. Përsa i përket ndikimet në lidhje me shoqërinë. Ndikimet më të mëdha që do të kemi në shoqëri do të jenë tani përbërja, siç e përmendja, e gjithë kulturës që kemi në këto momente. Duke qenë se kultura që në këto momente, ajo çfarë vlerësohet më tepër, është ana sipërfaqësore e gjërave, kjo është pika ku do të
shpërbahet. Tashmë do të fillojmë që të perceptojmë gjërat me më tepër thellësi. Kemi një aktivizim vërtet shumë të madh edhe të anës tonë shpirtërore. Është një nga tematikat kryesore bile do të duhet të them, duke qenë se do të kemi edhe rrezimin e anës tonë femërore. Pra, në këtë rast, personazhet të cilët mund të dalin pak më tepër në skenë, që do të hedhin një hap përpara, do të jenë femra, po nuk është thjesht femra si individ, domethënë thjesht është edhe natyra femërore. Kjo do thotë që do të kemi një zbutje të dukshme dhe një krijimin e një paqeje në jetën tonë. Ndikimi më i rëndësishëm do të jetë te kalimi tashmë i gjërave të cilat kanë rëndësi në marrëdhëniet në çift. Çfarë do të them me këtë? Deri në këto momente mund të kemi gënjur njëri tjetrin për sa i përket anës materiale, po ashtu edhe për çështjet sentimentale, se cilat janë gjërat më të vlerë. Ndërkohë që pas së hanet të re, kjo do të bëhet më e vështirë, duke qenë se do të kemi, siç e thash, përbërjen e iluzionit. Ky iluzion do të ketë të bëjë shumë edhe me paraqitjen e jashtme. Pra, ndërkohë që deri në këto momente ajo çfarë vini më tepër re ishte paraqitja, ishte një konsum shumë i madh dhe si rrjedhoi edhe paraja harxhoheshe në përgjithësi aty, pas anët të re gjitha këto do të ndryshojnë në mënyrë të dukshme. Duke qenë se ajo çfarë do t'i japim rëndësi do të ndryshojë. Kemi krijimin e një ambienti ku drejtësia do të ketë më tepër rëndësi, vlera njerëzore ka më tepër rëndësi, siç e përmendesh në New York, është një nga karakteret kryesorë të kësaj, por të gjitha këto nuk është se do dalin sipërfaqe ashtu kot. Mund të kemi egzagjerimin në mënyrë të dukshme të dhunës ndaj femrave deri ditën e shtunë, pra të kësaj jave. Për këtë arsye, ose më të themi, dhuna që është ushtruar deri në këto momente do të dalin më tepër në skenë. Për këtë arsye mund të kemi dhe lajme të tilla të shumta, do të kemi një rritje në fanatizëm, ose do ta vëmë më mirë fanatizmin që kemi krijuar deri në këto momente. Prandaj dhe pas kësaj, ajo çfarë do të ndërtojmë do të jetë një shoqëri ku femra do të vlerësohet shumë më tepër. Dhe siç e thash, ana femërore do të dalë më tepër në skenë, për këtë arsye do të zbuten në mënyrë të konsiderueshme dhe marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin. Për sa i përket sakrificës që kemi bërë deri në këto momente. Pra, ajo çfarë kemi sakrifikuar deri në këto momente për të arritur atë çfarë dëshironim, në thonjza, tashmë do të rishikojmë. Kjo është një nga tematikat kryesore. Ma kjo, duke dhënë një pauzë, domethënë, kjo honoret, të thënë vërtetë, më pëlqeu vërtet shumë. Ishte një zgjim vërtet shumë i madh dhe do të thotë shurtimin e të gjitha vlerave njerëzore që ne kemi në këto momente. Për këtë arsye do të kemi dhe rikrijimin e një shoqërie e cila është vërtet shumë më tepër efikase. Një shoqëri e cila mund të ndihmojë shumë më tepër njëri tjetrin. Prandaj dhe gjërat që deri në këtë moment mund të kemi sakrifikuar si vlera njerëzore apo edhe anët tona të cilat deri në këto momente mundoheshim që t'i tregonim sikur ishin të përshtatshme me shoqërinë, si për shembull paraqitja. Po jap thjesht shembull, këto tashmë do të ndryshojnë. Do të kemi riperceptimin e këtyre dhe vlerat do të rikthehet tek ajo që ishte njerëzore, pra. Për sa i përket anës shëndetësore, kjo është një nga temat të cilat do të preket në këtë rast në mënyrë pozitive. Hana e plotësisht tek shenja e dashit do të thoshte edhe ndikim shumë të madh të sistemit riprodhues, këtë përmendën në kaluar. Edhe kjo hanare do të prek të njëjtën gjë, por në këtë rast do ta prek për të sjellë shërim. Në qoftë se deri në këto momente kemi pasur probleme, sidomos edhe tek sistemi i tretë, po ashtu edhe tek sistemi riprodhues, nga kjo hanare do të thotë shërimin, do të thotë fillimin e një periudhe ku do të jemi më të shëndetshëm dhe më përzgjedhës edhe në lidhje me ushqimet që konsumojmë, po ashtu edhe me jetën të cilën ne ndërtojmë. Pra, edhe nga ana materiale, edhe nga ana morale, gjithçka do të ndryshojë. Mund të kemi një arritje shumë të madhe në jetën shoqërore, duke qenë se do të kemi një frymë komuniteti më të lartë, këtë përmenda pak përpara. Kjo do të vijë edhe si rrjedhojë daljes në skenë të disa personazheve, të cilët do të bëhen udhëheqës shumë të fuqishëm. Këta nuk është se janë personat që do të udhëheqen në formë diktatoriale, pra imponuese, përkundrazi, është një formë e cila do të bëjë një rregull, është një mënyrë udhëheqje e cila do të bëjë një rregull që do të shërbejë shumë shoqërisë dhe njerëzimit.
Në përgjithësi personazhet që mund të dalin në këtë periudhë në skenë do të jenë personazhe që kanë të bëjnë me ushtrinë. Për shembull edhe presidenti jon në këto është i tillë, ka një prejardhje ushtarake. Personazhe të tillë do të dalin pak më tepër në skenë dhe do të kenë një sukses më të madh. Por kjo nuk do të thënë që thjesht duhet të jenë personazhe të cilët kanë një prejardhje ushtarake, do të thotë që rregulli që do të vijë në këto momente mund të jetë pak i tillë. Do të jemi më tepër kurajos për të shprehur mendimet, ndjenjat tona dhe mbi të gjitha ajo çfarë do të ketë më tepër rëndësi në këto momente do të jetë drejtësia. Për këtë arsye edhe fryma ushtarake, siç e përmenda, mund të dalë pak më tepër në skenë. Arsyeja që po del kjo është sepse edhe ne do të duam që të vëmë rregullin, drejtësinë dhe rendin që dëshirojmë në jetën tonë. Duke qenë do të kemi edhe një komuniteti shumë më të lartë, kjo do të thotë që edhe ne vetë do të duam që të veprojmë në atë mënyrë. Pra, çdo gjë do të ndryshojë siç e vjen re në mënyrë më pozitive. Do të kemi vendosje në një rendi të ri, vlerat do të ndryshojnë në mënyrë më pozitive dhe do të kemi edhe krijimin e marrëdhënieve me njëri tjetrin shumë më të shëndetshme. Pika që do të ndikohet shumë më tepër do të jenë marrëdhëniet në çift. Ky është ndikim pozitiv, po e them që në fillim nuk ka dalë në skenë pas asaj rregullime, përkundrazi në këto momente duke qenë se gjërat problematike që kishin për të dalë në skenë dolën nga hëna plot që ishte tek shenja e dashit, kishim krijimin e identitetit vërtet ose të identifikoheshim si një individ përpara se të formonim marrëdhënie në çift, ndërkohë që kjo hënëri do të thotë komplet të kundërtën, do të thotë që ne jemi bashkë, jemi më të fuqishëm, për këtë arsye edhe marrëdhënia në çift do të fuqizohen në mënyrë të konsiderueshme. Dhe do të duhet të them që mund të kemi edhe krijimin e martesave ose më thënë, kalimin direkt në martesë të shumë lidhjeve në këto momente. Për të gjithë ata, të cilët kanë një lidhje të pashëndetshme, siç e thash, këto dolën në skenë që nga hëna plot tek shenja e dashit, kjo hënëre do të thotë edhe divorc, pothuajse më njëhershëm dhe në të vërtetë në të dy rastet janë shumë të shëndetshme. Pra, do të jetë drejtësi për të dy palët, drejtësi për ata të cilët mund të jenë dhunuar dhe drejtësi ndaj atyre që kanë dhunuar, sepse në të dy rastet do të vihet edhe një edhe nga ana gjyqësore mund të dënohen. Prandaj edhe në qoftë se ndodhen në një situatë të tillë, kjo mund të jetë një moment shumë i përshtatshëm për të bërë akuzimet e nevojshme për të shkuar në gjyq e të tjerë. Sepse kjo hënë plot do të ketë edhe një ndikim shumë të fuqishëm, i cili është vendosja edhe e drejtësisë hyjnore dhe shërimi pothuajse i plotit të gjitha aspekteve të jetës tonë. Kemi një shërim të plot edhe të perceptimit që kemi në lidhje me njëri tjetrin. Pra, plagët që i kemi hapur njëri tjetrit deri në këto momente nga sjelljet tona, nga veprimet tona, nga përbuzjet e të tjerë, domethënë varet nga situata, edhe të gjitha këto do të arrijmë që ti kurojmë tashmë, sepse edhe në këtë pikë do të kemi një shërim të plot. Kjo domosdoshmërisht nuk do të ndodhi brenda një dite, por ky është hapi i parë që do të hedhim. Kemi një sukses shumë të madh edhe në zhvillimin marrëdhënieve ndërkombëtare. Kemi filluar të ndjejmë, do të ndjejmë edhe më tepër, por në këtë pikë do të këshilloj që të jemi pak më të kujdesshëm, sepse mund të kemi dalë në skenë edhe të manipulimeve. Këto në përgjithësi janë përdorimi i individëve të caktuar ose i situatave të caktuar. Një ndër temat që mund të kemi për sa i përket shoqërisë dhe kjo mund të kemi rënje menjëherë nga pushteti i personave që në këto momente po shkëlqejnë. Këta janë persona pak a shumë si kukulla, të cilat kanë dalë në sipërfaqe në këto momente. Mund të jetë edhe në Shqipëri, mund të jetë edhe në botë, por në përgjithësi po flas për Shqipërinë. Dhe këta mund të kuptohet mirë se kush janë në të vërtetë, ose më mirë të them se cilët janë personat që kanë brapa skene, dhe të kuptohet mirë edhe lojrat që po bëhen në këto momente. Siç e thash, kemi një vendosje në drejtësie nga kjo hënëre. Pra duan disa persona do të dalin në skenë gjithçka. Prandaj edhe të gjithë ne duhet të mbajmë syt hapur. Në mënyrë që ta kuptojmë. Është një ndikim shumë pozitiv dhe domethënë siç e thash, kjo hënëre më pëlqeu, të gjitha ndikimet pothuajse që kishte më pëlqyer shumë sepse në përgjithësi do të na lërë shumë më mirë se ç'a na gjeti. Për sa i përket marrëdhënies që kemi me njëri tjetrin, e përmenda shumë edhe një herë që do të ndryshojnë në mënyrë të dukshme, por marrëdhëniet familjare që nga kjo hënëre mund të jenë pak të sfiduar. Është vetëm janë marrëdhënie që do të jetë pak e sfiduar në këto momente.
Kjo sepse do të kemi dalje në skenë të gjithë problemeve që deri në këtë moment nuk kemi përballur. Duke qenë se vlerat do të na duhet që të ndryshojmë, kjo do të thotë që çdo gjë që është e kalbur do të dalë në skenë në mënyrë që ne ta zgjidhim. Dhe ta shërojmë edhe këtë, por është edhe një nga pika ku mund të bëjmë shumë fanatik, duke qenë se do të kemi edhe përballjen e brezave nga kjo hënë e re. Përfundimi është shumë pozitiv, por mund të bëhet një nga çështjet më të lodhshme që mund të kemi në këto momente. Mënyra se si mund ta kalojmë këtë më thjesht, ajo çfarë do të këshilloj që t'i hapim rrugë të rinjve, jo të vjetrëve. Kjo është mënyrë se si mund t'i kalojmë problemet me shumë më tepër thjeshtësi. Brezi i ri që është tani, domethënë brezi që ka lindur pas vitit 2000, është brezi i cili në këto momente do dalë shumë më tepër në skenë. Dhe është një dalje vërtet shumë pozitive për të gjithë ne, për të gjithë shoqërinë. Do të këshilloj që t'i mbështesim. Për sa i përket natyrës, natyra nuk është aq e paqët sa ishim ne, njerëzit, domethënë, dhe shoqëria. Duke qenë se mund të kemi fortuna të shumta, në gjatë kësaj periudhe temperaturat po ndryshojnë shumë shpesh. Këto të vazhdojmë që ta vëmë re edhe pas kësaj hëne të re, edhe gjatë deri në atë periudhë. Mund të kemi era të furishme. Për këtë arsye mund të kemi edhe prishjen edhe të ndërtesave në disa raste ato që nuk janë ndërtuar mirë detyrimisht. Mund të kemi shpërthime vulkanike, normalisht që kjo në Shqipëri nuk do të jetë e dukshme, por për shembull në Japoni ose në zona të tilla mund të vëmë re diçka të tillë. Për sa i përket Shqipërisë, ajo çfarë do të vijë re, ose në Ballkan sidomos, çfarë do të vijë re, ja është një mjegull vërtet shumë e madhe, shumë e trashë. Ndërkohë që mund të kemi edhe rritjen e problemeve që kanë të bëjnë me bimët. Jemi në periudhën e vjeshtës, prandaj edhe nuk kurse mund t'ja vëmë shumë veshin, por gjatë kësaj periudhe do të këshilloj që të ushqejmë mirë tokën, sepse kjo do të bëhet një bazë, një themel shumë i mirë për të mbjellurat që do të kemi në muajin janar dhe shkurtër, për të mbjellur më tepër. Dhe një ndikim tjetër që do të kemi për sa i përket edhe kjo natyrës, këtu mund të vëmë re, duke qenë do të kemi ulje dhe ngritje shumë të shpeshta të temperaturës, mund të vëmë re edhe ngrica në disa vende, sidomos në zonat e larta. Këto detyrimisht mund të sjellin edhe probleme, në qoftë se nuk jemi të përgatitur, prandaj po i përmend, se mos veri u Shqipërisë për shembull mund të jetë më tepër prekur në kjo. Dhe këtu po kaloj tashmë tek shëndetësia. Kjo hënë e re ka një ndikim shumë të fuqishëm për sa i përket shëndetit. Dhe zhvillimi i anës mjekësore do të jetë shumë i fuqishëm. Do të kemi përdorimin e ngushtë tashmë të teknologjisë. Kjo nuk është thjesht përdorimin i AI-t, siç mund të ketë qenë deri tani për të shpjeguar simptomat e caktuara, do të jetë shumë herë më e thellë. Do të thotë që tashmë ne do të arrijmë që të përdorim nanoteknologjinë, do të arrijmë që të përdorim. Këtë kam thënë edhe në lidhjet e përparshme, pra kemi filluar që të hedhim hapat të rëndësishëm në lidhje me këto, në krijimin edhe në përdorimin e përkëndjes, edhe të vibracioneve të ndryshme për të shëruar. Arsyeja që do të zhvillohet shumë më tepër është sepse nga kjo hënë e re do të vëmë re një shërim të dukshëm të shoqërisë. Do të kemi shërimin pak a shumë nga brenda jashtë, edhe nga ana shpirtërore, edhe nga ana shoqërore, edhe nga ana fizike. Për këtë arsye edhe mjekësia në këtë pikë do të them që do të ketë një rritje të furishme tashmë, nuk do të mund të ndalet më, sepse nuk do të kemi më thjesht përdorimin e mjekësisë klasike, përkundrazi të gjitha disiplinat e mjekësisë në këto momente do të fillojnë që të bashkëpunojnë shumë me njëra tjetrën. Ky është ndikimi më i madh pozitiv i kësaj hëne të re. Këtë më duhet ta them. Siç e thash, mjekësia do të marrë rrugë, do të ecë në mënyrë të konsiderueshme, por shëndeti do të preket nga kjo hënë e re. Rrugët urinare, pra veshkat mund të kemi të prekur, sidomos personat të cilët kanë probleme me veshkat në këtë moment, do të këshilloj që ta mbajnë vetën e tyre në kontroll, sepse mund të kemi edhe prodhimin ose shtimin e gurëve të veshkave. Nga ana tjetër, mund të kemi edhe darjen sipërfaqe të diabetit, edhe kjo në vartësi të veshkave dhe të rrugës urinare. Prandaj edhe të gjithë ata që mund të kenë diabet në anë gjenetike ose përdorin shumë sheqerin e të tjerë, do të këshilloj që të shkoni te doktori dhe të bëni testimet e nevojshme. Një pikë tjetër që është shumë e prekur dhe na ngeli pak edhe nga hëna plot është
Shpërndarje e sëmundjeve ngjitëse në sistemin riprodhues, pra sëmundjeve që përcillen në rrugë seksuale. Kjo do të thotë përfundimin e kësaj, domethënë kjo hënëri do thotë përfundimin e këtyre sëmundjeve, por të gjithë ata të cilët nuk arritin që të merrnin masa pas hënës së plotë, kanë pasur probleme në lidhje me këto tema, do t'i këshilloja me ngurmë që të shkojnë te doktor, sepse nëse nuk merrnin masa në këto momente, këto do të jenë probleme që mund të zmadhohen edhe më tepër, sepse edhe cikli i ri do të fillojë me këtë, dhe si rrjedhë mund të zmadhohen edhe më tepër fali piteri i cili në këto momente, ose më them gjasë hënë të re, do të ketë një kënd negative pikërisht me këtë zonë. Dua të them vetëm nga një fjali edhe për Shqipërinë, edhe për Kosovën, duke qenë se kjo hënëre i prek të dyja, sidomos harta e Shqipërisë është shumë e ndikuar, aktivizohet në mënyrë të dukshme. Mënyrë se do të aktivizohet është do të krijohet një trysni vërtet shumë e madhe në jetën e përditshme. Kjo do të thotë që edhe efikasiteti brenda vendeve të punës mund të shikojë një rënje të dukshme. Mund të preket shumë femra gjatë periudhe dhe të kemi një ushtrim në dhunën ndaj tyre. Të gjitha këto është në mënyrë që të kryengrihemi dhe të krijojmë një balancim tashmë në shoqëri. Mund të kemi rrezimin e anës mashkullore, pra meshkujt nga kjo hënë e re mund të ndikojnë në mënyrë pozitive dhe kemi dhe tejkalimin e karmave. Kjo do thotë që nëse se kemi punuar në mënyrë pozitive deri në këto momente, pra që kemi lëshuar në univers, ka qenë pozitive, do të kemi rikthimin e një pozitiviteti në jetën tonë, shërimin e plagëve të shkuarës, dhe kjo do të bëhet nëpërmjet fuqisë, pra ndarjes punës, mirë të themi, edhe në anën femërore dhe në anën mashkullore, të dyja palët do të vlerësohen dhe do të punojnë në mënyrën e duhur tashmë. Do të kemi krijimin e një balancimi vërtet shumë të madh brenda shoqërisë shqiptare, por kjo është vërtet shumë e lodhshme në këto momente. Edhe ne duhet të bëjmë punën tonë. Çfarë do të them me këtë? Nëse se vëmë diçka të tillë që ushtrojë dhunë, qoftë edhe psikologjike ndaj dikujt, duhet të ndihmojmë njëri tjetrin. Kjo është vetëm një mënyrë që të ndërtojmë pra atë shoqërinë e cila ka një balancim të dukshëm, ose që ka drejtësi brenda vetes. Kemi një ndihmë shumë të madhe, e përmenda edhe kur bëra parashikimin e përgjithshëm, një ndikim shumë të madh, më themi një ndihmë shumë të madhe nga personat që kanë një prejardhje ushtarake. Kjo do të vihet re në të gjitha aspektet e jetës tonë, në të gjitha organizmat, më të themi. Prandaj dhe do të këshilloja që të mbështeteshim tek personat të tillë në të gjithë pozicion, pra në çdo aspekt jetës, për të gjithë ata që jeni në të ndryshe. Dhe nga ana tjetër, duke qenë se siç e thash, personat që kanë lindur pas vitit 2000 në këtë periudhë do të fillojnë që të dalin më tepër në skenë dhe janë persona që në përgjithësi do të shërbejnë shumë shoqërisë në mënyrë pozitive, edhe brenda Shqipërisë do të kenë një efikasitet vërtet shumë të lartë, do të këshilloj që të ndihmonim, të mbështesnin. Dhe përse përket Kosovës, Kosova ishte shumë e prekur nga hëna plot faktikisht, që ishte në shenjë dashet. Ndikimet ishin në krijimi një identiteti të ri. Ndërkohë që kjo hënë plot për ta, edhe për ta, mund të thotë një dhunë, nuk mund të them dhunë, por krijimi një trysnie shumë të madhe, ose mbështetje më e madhe se çfarë duhet, e një presione të madh ndaj femrës edhe atje. Kjo edhe për ta do të bëhet në mënyrë që identiteti i tyre të krijohet në mënyrë më të shëndetshme, por ky moment është shumë i lodhshëm, sepse do të kenë një ndryshim kolosal në jetën komplet të shoqëria në Kosovë, do të ndryshojë në mënyrë të dukshme. Në përgjithësi ndikimet do të jenë shumë më të thjeshta, do t'i kalojnë shumë më thjesht më kollaj se çfarë ishin këtu në Shqipëri, por edhe në Kosovë do të kemi ndikime. Për sa i përket shëndetësisë, në Kosovë do të kemi një rritje më të madhe, do të kemi një zhvillim vërtet shumë të madh, do të kemi edhe një ndihmë shumë të madhe që do të vijë nga jashtë. Kjo nëpërmjet aleatëve të rinj, jo të vjetër. Atëherë, shenja e dashit. Ka një aktivizim shumë të madh dhe shumë pozitiv, është një nga hënët e reja që do të ndikojnë në mënyrë shumë pozitive. Bashkëpunimet, të gjitha llojet e bashkëpunimeve i bëjnë shumë mirë, por që lidhjet personale do të kenë një ndikim shumë të madh. Duke qenë do të kemi një rigjenerim të tyre, do të kemi rigjenerimin edhe të marrëdhënieve familjare. Këtu do të preken sidomos martesat për këtë arsye, dhe të gjitha ato që nuk janë funksionale mund të përfundojnë direkt në divorc. Këtë më duhet ta analizoj. Në qoftë se nuk kemi bërë punën që na duhet,
për të mbajtur lidhjen tonë, pra nuk kemi investuar sa duhet, kjo hënëre do të thonë mbarimin e lidhjes, por falë kësaj do të krythot edhe fillimin e një periudhe ku mund të krijojnë lidhje më të shëndetshme. Për këtë arsye, të gjithë ata që kanë bërë investimet e duhura dhe kanë punuar në mënyrë konstante për marrëdhëniet e tyre personale, po bëhet fjalë se mos brenda martesës, do të vënë re një rritje shumë të madhe në mirëqenien e tyre. Duke qenë se kjo do të thotë edhe një rritje vërtet shumë e madhe nga ana ekonomike. Aleanca që mund të kenë me partnerët e tyre detyrimisht do të ndihmojë ata që të kenë një jetë shumë më të begatë. Përshën e dashit do të thotë edhe donse jo më njëherë, donse jo vetveti më të themi, do të thotë edhe shtëpi, të bëhen me shtëpi, të bëhen me banesë. Është një hënëre shumë pozitive, po më duhet ta analizoj. Por shenja e dashit do t'i duhet që të drejtësinë ta krijojë vetveti. Kjo është e vetmja temë që dhe balansat brenda edhe lidhjeve të gjitha llojet e marrëdhënieve ta krijojë vetë. Kjo është e vetmi kusht për shenjën e dashit. Për sa i përket shëndetit, jemi në një periudhë ku mund të jetë pak më prekur, duke qenë se e njëjta hënë e re do të ketë edhe një kënd negativ me Chiron, do të jetë përballë mirë të themi, por në të njëjtën kohë do t'i kuptojnë shumë mirë se ku qëndron problemi, pra çdo gjë që është problematike në këtë moment, arrin që ta perceptojnë mirë dhe të gjejnë dhe zgjidhje për këtë arsye. Të gjitha gjërat, simptomat që keni në këtë moment do t'i këshilloja që të shkoni te doktori sepse është momenti ku mund të kurohemi. Edhe për çështjet kronike, edhe për sëmundjet kronike, pra edhe për temat që nuk i dim se kemi shumë ide se çfarë janë, por kemi simptoma në këtë moment, nëse shkon te doktori do të gjeni një zgjidhje të përhershme. Është moment shumë pozitiv në lidhje me këtë temë. Dhe shenja e demit. Shenja e demit do t'i këshilla. Të jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin, më tepër në shëndetin psikologjik. Arsyeja që e them këtë është se në këtë moment mund të kemi tronditje shumë të fuqishme këtu. Fortunat që përmendat në natyrë, për shenjën e demit mund të ndodhin në botën e tyre të brendshme në këto momente. Arsyeja që po ndodhin këto është që të krijojnë një jetë shumë stabil në jetën e tyre. Pikërisht ajo çfarë dëshiron. Shenja e demit stabilitet, për shenjën e demit stabiliteti ka shumë rëndësi dhe kjo hënë e re do të sjellë pikërisht këtë, një efikasitet shumë të lartë. Do të kenë një sukses shumë të madh pas kësaj shenje e demit. Do të kemi një rregullim të dukshëm të gjitha llojeve të marrëdhënieve të tyre, një lloj siç ishte tek shenja e dashit, por për shenjën e demit kjo do të vijë në qoftë se janë të vetëdijshëm dhe vazhdojnë që të bëjnë punën që nevojitet. Pas kësaj, edhe problemet që mund të kemë pasur, ose që ka në këto momente në lidhje me shëndetin fizik, mund të kalojnë. Mund të marrim dhe një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria, po ashtu edhe nga rrethi jonë i ngushtë. Për shenjën e demit, këshilla ime do të ishte që të udhëtonin edhe gjatë kësaj periudhe, pra deri për hënën e re, edhe pas asaj, të gjitha udhëtimet do të ngrejnë moralin në mënyrë të dukshme dhe do të ndihmojnë ata që të jenë shumë më tepër efikas dhe produktiv në jetën e tyre. Duke qenë se mund të kemi një trysni falco, jo të vërtet, sidomos tek vendi i tyre punës me kolegët e tyre gjatë kësaj jave, mënyrë se si mund të kalojmë këto është të shoqërohemi me persona që na bën të ndihemi të qetë. Përsa e përket sëmundjeve që përmenda tek sistemi urinar dhe tek sistemi i tretës, po ashtu dhe tek veshkat, shenja e demit është një nga shenjat që mund të preket më tepër se të gjitha të tjerat, prandaj edhe në këto momente do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm, sidomos me ato çfarë konsumojmë, pra ushqimet. Në qoftë se kemi tendencë që të ham shumë ëmbëlsira, kjo është java ku mund të heqim dorë nga ky zakon dhe të krijojmë një rutinë shumë më të shëndetshme dhe një dietë shumë më të shëndetshme. Kjo do të na ndihmojë që edhe më pas të jemi të shëndetshëm. Shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve, deri tek hëna e re do të kemi një aktivizim shumë të lartë. Pothuajse në çdo aspekt të jetës së tyre, çdo gjë do të shkëlqej pak a shumë. Arsyeja që po ndodh kjo është që ata të kuptojnë se çfarë duan. Kjo është e vetmja arsye. Pra, nuk mund t'i bëjmë të gjitha njerëz, në këtë moment duhet të jemi përzgjedhës. Deri tek hëna e re, pra deri ditën e martë të javës tjetër, kemi mundësi që ta bëjmë këtë dhe të mbajmë jetën tonë gjërat të cilat ne i duam vërtet, që i bëjmë me pasion, pra. Pas kësaj do të kemi mundësinë që t'i sjellim në jetë, t'i krijojmë.
sepse kjo hënëre për ta do të ndodhë pikërisht këtu, tek shtëpia e krijimit, e krijimeve të reja. Dhe kjo do të thotë edhe një fat shumë i madh në jetën e tyre, në qoftë se mbajmë ato që na duhet. Në qoftë se nuk mbajmë ato që na duhen, detyrimisht, ose që nuk ndihemi pasionant, detyrimisht do të humbasim kohë. Prandaj dhe po e them që deri atë ditë do të ishte më mirë që të vendosnim gjëra që na bëjnë zemrën që të rrahej. Gjithsesi, ajo çfarë do të jetë surprizë shumë e këndshme për shenjën e binjakëve është lidhjet, çështjet sentimentale. Do të kemi një rifreskim të gjithçkaje, të jetës së tyre sentimentale. Për të gjithë personat që janë tek shenja e binjakëve, ka një mundësi shumë të madhe për fillimin e një periudhe ku mund të bëhen me fëmijë. Jemi në një periudhë ku krijimet e reja janë shumë efikase për ta, dhe kjo hënë e re është pikërisht kjo, krijimin e familjes, krijimin e fëmijëve, krijimin e lidhjeve të reja. Për të gjithë ata që kanë një periudhë të gjatë që nuk kanë një person në jetën e tyre, ky është momenti i duhur. Këto nuk është se janë lidhje të pashëndetshme, përkundrazi, në qoftë se ndjekim pasionin tonë, intuitën tonë, do të na drejtojë pikërisht aty ku duhet. Të dëgjoni pra zemrën tuaj në këto momente për shenjën e binjakëve. Ndërkohë që përsa i përket jetës së rutinës, më mirë të themi, të përditshme dhe shëndetit të tyre, në këto momente mund të jemi pak më të prekur, por këte kemi shumë më të thjesht për të tejkaluar. Mënyra se si mund të tejkalojmë këto është që të përzjedhim dhe të mbajmë jetën tonë vetëm gjërat që janë të shëndetshme. Tashmë e dim, siç e thash, dhe nga ana tjetër, edhe jeta sociale është shumë efikase në këto momente, do të vazhdojë që të jetë shumë efikase, por për shenjën e binjakëve mund të kemi edhe zhgënjime. Plagët që mund të kemi në këto momente mund të jenë pikërisht nga shoqëria, sepse do të na duhet që të perceptojmë mirë se cilët janë personat që ne na bëjnë të ndjehemi mirë. Nuk do të thotë që duhet të nxjerrim njerëz nga jeta jonë, do të thotë që duhet të kufizojmë kohën që kalojmë me një person ose me një tjetër. Kjo është vetëm një gjë. Por në bazë të kësaj do të jemi shumë më tepër produktiv pas kësaj. Shenja e kafores, kur kemi një hënë të re, pra në çdo cikël të hënës ndikohet vërtet shumë. Pak më tepër që kjo hënë e re do të ndodhë pikërisht tek shenja e peshores, që është një tjetër shenjë kardinale. Prandaj dhe do të kemi një aktivizim shumë të madh të tematikave familjare për shenjën e kafores. Dhe duke qenë se kjo pika e tyre dobët, mund të kemi një ndikim vërtet shumë të madh të lodhshëm në këtë rast. Mbi të gjitha, edhe kjo hënë e re do të jetë në kënd negativ me Jupiterin dhe do të zmadhojë edhe më tepër ndjesitë aty ku nuk kemi pasur të zhgënjimet brenda familjes. Do të më zmadhojnë edhe më tepër. Normalisht e përmendet që kjo hënë e re është shumë e fuqishme dhe shumë pozitive. Të gjitha këto po ndodhen në mënyrë që të rregullohemi dhe të balancojmë jetën tonë familjare. Duke qenë se shenja e gafores ka tendencën që të bëhet pak nëna e të gjithë, pra të ushqejë të gjithë, kjo hënë e re do t'i thotë pikërisht këtë që në këto momente duhet të krijosh balancë. Çdo gjë duhet të jetë e balancuar në mënyrë që të jetë e shëndetshme dhe kjo do të ndodhë menjëherë pas kësaj. Në qoftë se kemi probleme me prindrit, me familjarët tanë, kjo hënë e re do t'i nxjerrë pak më tepër në sipërfaqe në mënyrë që ne të ballafaqohemi, por nga ana tjetër do të ketë një efekt shumë të madh shërues. Do të kemi një shërim të plotë pothuajse edhe nga ana materiale, ose më themi tejkalimin e problemeve në të ardhurën materiale dhe krijimin e shtëpisë. Çfarë do të them me këtë? Aty ku të krijimin e vendeve ku ne ndjehemi si në shtëpi. Për këtë arsye edhe shenja e gafores mund të bëhet me shtëpi në këto momente dhe mbi të gjitha ka dhe fat shumë të madh. Mund të kemi rikthimin e ndoshta parave që ka dhënë, nëse duam të marrim kredi, është një periudhë vërtet shumë ideale. Për sa i përket pra krijimin e shtëpive në këto momente, jemi në momentin e duhur. E njëjta është e vlefshme edhe për të martuar. Në qoftë se sidomos është një person që na prezantohet nga njerëzit tanë, nga familjarët pra, mund të jetë një nga mundësitë më të mira. Për sa i përket shëndetit, duke qenë se shenja e gafores është drejt për së drejti e prekur nga hëna dhe është një hënë e re, mbi të gjitha ndodhet tek shenja e peshores, për ta domethënë një ndikim vërtet shumë i madh tek sistemi riprodhues. Prandaj dhe të gjitha sëmundjet që mund të transmetohen nëpërmjet rrugëve seksuale, shenjës së gafores do t'i këshillohet që ti kontrolloni në këto momente, në qoftë se kemi pasur probleme, sidomos. Nga ana tjetër, edhe pjesa e gjoksit është e prekur,
dhe shenja e gaforës e ka shumë delikat edhe këtë pjesë, prandaj dhe do t'i këshilloj që të kontrolloheshim sidomos femrat pak më tepër në qoftë se kemi dhe histori të tilla në familje, shkoni te doktori. Për sa i përket karrierës, probleme në këto momente në karrierë janë kalimtare thjesht për të perceptuar se cila është gjëra që ne kemi më tepër pasion për të zgjedhur fiks karrierën që na dëshirojmë. Kjo është arsyeja vetme që po dalin në këto momente. Thjesht do të na duhet pak durim për të tejkaluar. Kaq. Shenja e luanit është një ndër shenjat që do të ketë ndikime më të mëdha pozitive. Është një hënë e re e cila po ndodh në kënd pozitiv me ta. Kemi disa vendosje të cilat i favorizojnë vërtet shumë. Do të kemi aktivizim shumë të madh të shenjës së ujorit. Kjo do të thotë edhe mbarimin e problemeve në çift. Shenja e luanit është një ndër shenjat e vetme që mund të mos ketë bile probleme që të cilat mund të shkojnë deri në divorc. Edhe nëse mund të kemi probleme brenda shtëpisë, martesës e të tjerë, do të jenë shumë të aftë për të zgjidhur këto. Duke qenë se do të marrim edhe një ndihmë shumë të madhe nga hyjnorja, nga njerëzit që kemi rreth rrotull, nga familjarët tanë, pak rëndësi ka. Në një mënyrë ose në tjetër, luani do të mbështetet shumë nga kjo hënë e re. Do të kemi rikrijimin e rreth të tyre të ngushtë, të botë kuptimit që ata kanë për jetën. Do të kemi një zgjerim të dukshëm të gjithçkaje. Shenja e luanit është një nga shenjat më të favorizuara nga kjo hënë e re, sepse për ta do të thënë një sukses shumë i madh, i merituar dhe për të ardhurët materiale, do të kemi një rritje po ashtu dhe krijimin edhe për ta të familjeve. Pra koncepti i familjes në këto momente është i shenjtë për shenjën e luanit dhe fal kësaj do të kemi dhe, siç e thash, rikrijimin e tyre, rregullimin e marrëdhënieve personale, të martesave dhe formimin edhe të lidhjeve të reja, shumë pozitive. Në këto momente kemi një mbështetës shumë të madh që është zhunuja dhe ai do t'i ndihmojë ata për të rregulluar, për të kryer një balancë shumë të madhe në jetën e tyre. Në përgjithësi, kemi edhe shumë fat. Këtë fat mund të përdorim edhe për të kryer lidhje të reja, pra mund të dalin në skem persona, të cilët në këto momente janë vërtet personat e duhur. Për sa i përket karrierës, këtë e lash pak në fund, në këto momente mund të kemi rikthime të oportuniteteve, do t'i këshilloj që t'jemi pak të vëmendshëm. Është një periudhë shumë pozitive, për përsëris do t'i këshilloj që ta përdorim. Çdo gjë që në këto momente ndjeni pasion, do t'i këshilloj që të fokusoheni aty sepse keni mundësi që ta zmadhoni edhe më tepër. Okej, dhe për sa i përket udhëtimeve, shenja e luanit është një nga shenjat që paka shumë do të udhëtoj shumë në këtë periudhë dhe i bën shumë mirë. Për shenjën e virgjëreshës është një lajm shumë i mirë kjo hënë e re. Për ta është një nga shenjat që do të dalë në skenë, më tepër se të gjithë të tjerat, mund të shkëlqejnë edhe si udhëheqës shpirtëror, edhe si udhëheqës në jetën materiale, duke qenë se drejtuesi i tyre është i vendosur tek shenja e akrepit dhe do të thotë që do të marrin mbrapsht çdo gjë që kanë investuar në mënyrë shumë pozitive. Ndikimi më i madh për ta, më i madh pozitiv për ta, do të thotë ardhët materiale, aty ku mund të kenë çaluar, ku mos të kenë marrë atë çfarë meritonin, ku vlera e tyre nuk është ditur. Kjo hënë e re do të thotë tashmë që do të ketë drejtësi në lidhje me këtë temë. Shenja e virgjëreshës do të mbarojë edhe periudhën ku mund të ketë pasur probleme në çështje sentimentale, aty ku mund të ketë pasur zhgënjime bile në lidhje me këtë temë. Mund të kemi krijimin e familjes edhe për ta. Një lloj siç ishte edhe pak a shumë të gjitha shenjat e tjera, duke qenë se krijimin e një balancë në jetën tonë personale është një nga tematikat kryesore të kësaj hëne të re, por për shenjën e virgjëreshës, kjo është vërtet diçka hyjnore, çfarë do të them me këtë? Do të vinë jetën tonë persona të cilët duhet të kalojmë jetën. Prezantime mund të vinë në çdo aspekt, nga çdo fushë, pra, sepse ky është momenti që ata tashmë të krijojnë një stabilitet. Dhe siç e thash, është e merituar sepse kemi një periudhë shumë të gjatë ku kanë pasur probleme. Duke qenë do të kemi edhe një rritje të ardhur materiale dhe një vetëvlerësim shumë të lartë, këtë do të arrijmë që ta përkthejmë edhe në investime të cilat do të jenë shumë të frytshme. Këto investime do të përkthehen edhe në krijimin ose më them ndoshta edhe në marrjen e shtëpisë, por më tepër mund ta vëmë re në krijimin e bizneseve, duke qenë se fokusimi i tyre kryesor do të jetë këtu. Çështjet e shëndetit, shenja e virgjëreshës më tepër mund të ketë të prekur në këto momente sistemin e tyre tretës, mund ta kenë pak të agravuar.
Kjo është e vetmja gjë dhe duke qenë se mund të kemi edhe pakës më tepër se të gjitha shenjat e tjera të prekur sistemin nervor, në këtë moment mund të hanë shumë pa kuptim thjesht për të ulur pak a shumë atë tërësinë që po ndjente sistemi tyre nervor. Prandaj do të këshilloj që të jemi pak më të kontrolluar. Nëse ndjeni një tërësi të tillë, do të ishte shumë më mirë që të dilni dhe të ecni jashtë në natyrë. Kjo është një nga mënyrat që mund të shliroheni. Ose që secili e di vetëm, mund të meditoni e të tjerë, është zgjedhja juaj. Shenja e peshorës është detyrimisht karakteri kryesor. Kemi një hënë të re tek shenja e tyre dhe jo vetëm kaq, Venusi është e vendosur këtu dhe në një fiks i cili na sjell vërtet shumë fat. Për këtë arsye, një lloj siç ishte tek shenja e Luanit, por pak më tepër, kjo hënë e re për ta domethënë një fat vërtet shumë i madh. Kjo do të vinë në çdo aspekt të jetës së tyre. Por, si fillim po flasim për temën që atyre ju intereson më tepër, çështjet sentimentale dhe marrëdhëniet në çift. Marrëdhënia në çift është vërtet në lulëzim e sipër. Çdo sakrificë që ata kanë bërë do të fillojë që t'ju duket. Do të fillojnë që të marrin atë çfarë meritojnë. Dhe do të vlerësojnë vërtet shumë. Do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe të mirëqenies së tyre. Duke qenë siç e thash, do të kenë një vlerësim shumë të madh edhe nga partnerët e tyre, por edhe ata vetë vlerësojnë vetën e tyre në mënyrë të konsiderueshme në këtë moment. Janë shumë aktiv, janë shumë të lëvizshëm, më mirë të themi, përveç se aktiv, dhe ky aktivizim në jetën e tyre do të sjellë një gjallëri vërtet shumë të madhe. Këtë do ta vëmë edhe në lidhje me socializimin, do ta vëmë edhe në marrëdhëniet e tyre familjare, po ashtu dhe në vendin e tyre të punës. Vendi i tyre punës mund të jetë pak problematik gjatë kësaj jave, deri tek hëna e re, sepse do të kemi mbyllje. Është periudha e mbylljes së disa cikleve të cilat nuk janë shumë të shëndetshme, ose ndoshta mund të jemi edhe në periudhën e mbylljes së një karriere, për të krijuar karrierën që ne dëshirojmë vërtet, ose atë që ne do të mbajmë deri në fund të jetës tonë. Duke qenë se në këto momente shenja e peshorës është në shndërrim e sipër, është një ndryshim shumë pozitiv, nuk është negativ, është shumë pozitiv. Por do të jemi të kujdesshëm në mënyrë që mos e teprojmë në mënyrën e komunikimit, dhe që mos i presim gjërat pak më thik, sepse kjo është një nga temat që mund të bëhet problematike në këto momente. Durimi është pak i sosur tek shenja e peshorës në këto momente, ka qenë pak e lodhur për një periudhë të gjatë. Gjithsesi, nëse se bëjmë durim edhe për disa minuta, e kemi shumë më të thjeshtë dhe kemi atë begatin që sapo përmenda. Këto ta vëmë re në çdo aspekt dhe një nga temat kryesore që përmenda është edhe marrëdhënia në çift. Për të gjithë ata që janë tek shenja e peshorës dhe kanë pasur probleme brenda lidhjes së tyre, ose nuk kanë pasur një lidhje, pra në të dy raste do të kemi ose rregullimin e marrëdhënies aktuale ose formimin e lidhjeve të reja. Për shenjën e peshorës, kjo hënë e re do t'i lërë me një person në jetën e tyre, në një mënyrë ose në një tjetër. Dhe do të kemi edhe një lloj siç ishte tek shenja e dashit, më mirë të themi, nëse është një lidhje problematike, do të kemi tashmë drejtësi këtu dhe do të marrin edhe një mbështetje shumë të madhe nga familja e tyre, nëse është e nevojshme dhe për t'u ndarë. Kjo është diçka pozitive, por përsëris në këto momente të gjitha lidhjet që do të mbarojnë janë të detyruara të mbarojnë dhe është gjë e mirë që po mbarojnë. Është e shëndetshme që të mbarojnë. Pra, normalisht të mërzitemi sepse diçka po mbaron, por është për të mirën tonë. Po e nënvizoj disa herë. Për sa i përket shëndetit, të gjitha ato që përmenda në fillim janë të vlefshme për shenjën e peshorës, pra mund të kemi të prekur sistemin urinar, mund të kemi të prekur sistemin tretës, një lloj sepse kjo na vjen nga shenja e virgjëreshës, po ashtu mund të kemi të prekur edhe sistemin riprodhues, duke qenë se vazhdojmë që të jemi në ndjekimin e hënës së plotë. Deri për hënën e re, nëse vazhdojmë që të kemi simptoma të këtyre sëmundjeve, do të këshillohesh të shkonim patjetër te doktori. Vazhdojmë që të jemi gjatë periudhës së tetorit roz dhe duke qenë se Jupiteri në këto momente po zmadhon edhe probleme që kanë të bëjnë me gjëndrat e gjirit, do të këshillohet të gjitha edhe femrave dhe meshkujve, nëse keni një histori të tillë në familjen tuaj, të shkoni dhe të bëni testimet e nevojshme. Okej. Shenja e akrepit. Për shenjën e akrepit, kjo hënë e re do të thënë një ndikim shumë i fuqishëm. Me fat pa fat do varet shumë nga individi, por në përgjithësi kemi ndryshime shumë të mëdha, të menjëhershme pothuajse,
Dhe në përgjithësi do të jenë për mirë. Do të kemi gjetjen e shpirtit. Për shembull në akrepit, çfarë do të them me këtë? Do të gjejnë esencën e tyre, do të kuptojnë shumë mirë veten e tyre dhe në bazë të kësaj do të kemi të krijimin e jetës që ata dëshirojnë dhe meritojnë. Nëse deri në këtë moment nuk e kanë ditur mirë se cilat janë hapat që duhet të hedhin, edhe pse jam munduar që të jenë aktiv, të jenë proaktiv, duke qenë se nuk e dinë se cila rrugë që duhet të ndiqnin, tani e tutje ose nga kjo hënare do ta kuptoj mirë se cila rrugë që duhet të ndjekin. Kemi një ndikim që vërtet shumë të madh në jetën e tyre familjare. Është një ndikim shumë i madh për mirë. Edhe për shembull akrep mund të kemi martesa, fejesa, krijimin e familjes e të tjerë, por përteksa, kjo është diçka përteksa, siç e thash, duke qenë se do të gjejnë shpirtin e tyre, mund të gjejmë edhe shpirtin binjak. Ky është një koncept që po e them thjesht si koncept, pra ai çfarë do të them është që mund të gjejmë personin e përshtatshëm për të ndërtuar jetën tonë. Kemi edhe rikthimin e karmës, çfarë do të them me këtë, është karma pozitive, pra çdo gjë pozitive që kemi hedhur në jetë, çdo gjë që kemi investuar, tashmë do të kthehen mbrapsht në mënyrë të zmadhuar. Për sa i përket marrëdhënieve në çift, kjo është një periudhë vërtet shumë pozitive, mund të jetë pak e lodhshme, sidomos për të krijuar të balancën në këto momente. Është pozitive sepse pas kësaj, siç e thash, do të krijojmë një jetë shumë më të shëndetshme, familje shumë më të shëndetshme, lidhje shumë më të shëndetshme, por për të krijuar të balancën si fillim mund ta kemi pak të vështirë. Arsyeja e kësaj është se kjo hënë e re do të nxjerrë në sipërfaqe gjithë botën tonë të brendshme. Kjo është edhe mënyrë se si ne do të kuptojmë se cili është shpirti jon, pra do ta njohim veten tonë më mirë, por mund të kemi edhe trazira shumë të mëdha. Prandaj do të kemi pak të vështirë për të krijuar një balancë. Një nga shenjat që mund të preket pak më tepër për tek sistemi nervor është edhe shenja e akrepit. Kjo mund të shprehet në formën e dhimbjes së kokës në këto momente, do të vazhdojë që të shprehet në atë mënyrë, duke qenë se kemi edhe një shiron të vendosur tek shtëpia e tyre shëndetit. Prandaj dhe të gjithë ata që janë tek shenja e akrepit, do t'ju këshilloja që në këto momente të gjeni mënyrë për të çliruar veten tuaj, qofshin këto meditime, ecje në natyrë, secili ka të vetën. Mund të bëni sport, nëse keni nevojë të bëni boks, pak rëndësi ka, secili ka zgjedhjen e tij. E rëndësishme është që sistemi nervor në këto momente mund të ketë një trysni vërtet shumë të madhe dhe duhet ta çlirojmë atë. Një temë e cila do të jetë pak problematike në jetën e shenjës së akrepit është armiqësitë që do të dalin në këto momente në sipërfaqe. Kjo mund të jetë në çdo aspekt të jetës tonë, si në lidhje me karrierën, po ashtu dhe nga familja e njëjta që është e vlefshme, edhe nga shoqëria. Prandaj dhe kjo mund të lërë pak të lodhur, mund të jetë bile edhe një nga arsyet që sistemi tyre nervor është i lodhur në këto momente. Gjithsesi të gjitha këto do të arrijmë që t'i bëjmë ballë dhe do të krijojmë edhe një ambient ku do të ndjehemi shumë më mirë dhe do të mbajmë jetën tonë personat të cilët na bëjnë vërtet shumë mirë. Kemi një rritje kolosale në karrierë, kolosale vërtet për shenjën e akrepit, dhe kjo do të përkthehet dhe në të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Ku do të them që ka dhe një fat shumë të madh në këto momente, çdo që prek mund të kthehet në ar, prandaj do të këshilloj që ta përdorni. Për shenjën e shëgjetarit, kjo hënare do të thotë fat shumë i madh dhe realizimi i ëndrave dhe qëllimeve të tyre. Sepse këtu mund të marrë edhe një ndihmë shumë të madhe nga pothuajse të gjithë. Do të kemi një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria për realizimin e tyre në karrierë, prezantime, nëse nuk kemi në lidhje, për të krijuar lidhjen të shëndetshme. Në këto momente shenja e shëgjetarit është më shumë fat dhe do të ketë edhe një ndihmë të madhe, siç e thash, pothuajse nga të gjithë dhe nga sistemi në përgjithësi. Do të kemi një drejtësi hyjnore në shenjën e shëgjetarit. Kjo detyrimisht nuk është se po vjen kohë, deri në këtë moment kam punuar, prandaj dhe po i vjen. Pika ku do t'i këshilloj që të jemi pakës më të kujdesshëm do të jetë në lidhje me bashkëpunime, sepse këtu mund të kemi dhe shkënjime. Por në qoftë se arrijmë që të ndërtojmë këto bashkëpunime në themele të shëndosha, për tyre mund të marrin të ardhurar materiale shumë të mira, kolosale bile. Kemi mundësi që ta bëjmë këtë duke qenë se komunikimi është vërtet shumë efektiv në këto momente. Kemi aktivizim shumë të madh të shtëpisë së tyre të komunikimit. Kjo do të thotë që kanë aftësi për të përzgjedhur fjalët që nevojiten për të krijuar edhe një të ardhur materiale vërtet shumë të mirë.
Të gjitha këto do të vinë pak gradualisht, por do të kuptojmë që i kemi të gjitha elementet për të ndërtuar jetën që ne dëshirojmë. Të gjitha zhgënjimet që mund të kemi pasur nga shoqëria, të gjitha zhgënjimet që mund të kemi pasur në çështje sentimentale, të gjitha zhgënjimet që mund të kemi pasur nga familja, nga karriera e tjerë, kjo hënëre pothuajse do t'i shërojë. Dhe do të nxjerrë në skenë elemente të cilët ne mund të përdorim për të krijuar jetën që ne ëndërronim deri në këtë moment. Shenjat zgjedhëtare dhe nga shenjat me fat, shenjat e ajrit dhe të zjarrit në përgjithësi janë me fat, por sidomos shenjat zgjedhëtare është më shumë fat sepse ka të vendosur zhunun, i cili është një Jupiter i vogël, le të them, dhe sjell fat në jetën e tyre, dhe mbi të gjitha ka dhe këndë pozitive një të zhuno, edhe me diellin dhe me hënën gjatë se hënë të re. Në lidhje me shëndetin, dua të flas pak më gjatë se sa të tjerët. Kjo hënë e re për shenjën e zgjedhëtarit mund të kenë një ndikim shumë të fuqishëm dhe të çuditshëm. Mund të kenë një sistem imunitar i cili nuk e kupton as ata vetë. Pra në një moment mund të na duket se kur po sëmurin, ndërkohë që në momentin tjetër mund të jemi shumë mirë. Ajo çfarë do të këshilloja është që në qoftë se kemi një problem i cili është kronik, të shkoni patjetër të bëni vizita te doktori. Ky është një moment vërtet ideal për të kuptuar se çfarë kemi në të vërtetë dhe për të gjetur dhe zgjidhje, sepse mund të kuptojmë edhe diagnozat që kanë qenë të gabuara. Ndërkohë që për sa i përket sëmundjeve që po kemi në këto momente, shenja zgjedhëtare është shenja që mund të kaloj pak më thjesht, në qoftë se thjesht të bie pak më tepër mbrapa. Është një periudhë ideale dhe për të krijuar rutina të shëndetshme ose për të hequr nga jeta jonë gjërat që janë të pashëndetshme. Të gjitha këto do t'i ndihmojnë që të futen në dimër në mënyrë shumë më të shëndetshme. Pse po e them këtë? Do të kemi kalimin e retrograd të Jupiterit gjatë muajit nëntor, për këtë arsye. Shenja zgjedhëtare do të ketë një sistem imunitar shumë të ulët, por kjo hënë e re është momenti i fundit ku ata mund të marrin masa ta forcojnë sistemin e tyre imunitar në mënyrë që të mos kenë probleme gjatë gjithë dimrit. Prandaj ju këshilloj që ta përdorni këtë moment. Atëherë, për shenjën e Bricjapit, do të kemi një rigjenerim shumë të madh në lidhje me karrierën e tyre, me figurën që ata kanë, figura autoriteti, më të them, në komplet shoqërinë e tyre. Është shenja që do të ketë një ndikim shumë të madh pozitiv në përgjithësi, por kjo do të vi pak me kusht. Ishte edhe kushti që kishim këtë javë, që duhet të shikoj alat në partnerët e tyre. Arsye që po e them këtë është sepse duke qenë se në këto momente mund të kemi probleme të rëndësishme që do të dalin në sipërfaqe në marrëdhënie, në çift, sidomos për ata që kanë marrëdhënie afatgjata, mund të humbasim një kohë të konsiderueshme duke sheshuar problemet që po dalin këtu. Por në qoftë se ne i shikojmë partnerët tanë si alat, kemi mundësi që të përdorim të dy palët fuqit të bashkojmë për të zgjidhur problemet që kemi dhe për të fokusuar pastaj tek karriera, ku mund të kemi një rritje kolosale, siç e thash, mund të kemi një shndërrim të dukshëm, një rigjenerim të dukshëm këtu. Shenja e Bricjapit është shenjë që do të shkëlqejë më tepër, duke qenë se është edhe një nga shenjat që do të përdor logjikën e tyre shumë në mënyrë pozitive. Të gjitha kontaktet që kanë në këto momente do të arrijnë të përdorin në mënyrë shumë efikase. Do të kemi realizimin e ëndrave të tyre si rrjedhoj e punës që kanë bërë. Kemi një rregullim të dukshëm edhe të marrëdhënieve që kemi me familjarët tanë, edhe pse në këto momente, fiks në këto momente, mund të jenë problematike. Gjatë kësaj hëne të re, të gjitha këto do të arrijmë që të sheshojmë. Jemi shumë më të logjikshëm, pra siç e thash, dhe detyrimisht të përdorim këtë logjikë që të mund të zgjidhim problemet që kemi aktualisht. Për sa i përket shëndetit, shenja e Bricjapit ka një ndikim të anasjellt, por të fuqishëm. Sistemi nervor është i prekur dhe në qoftë se nuk jemi të kujdesshëm, kjo mund të përkthehet në probleme të rëndësishme edhe tek mund të kemi dhimbje pothuajse në gjithë trupin dhe detyrimisht mund të ndjen dhe të lodhur dhe të mos arrijnë të kapin momentin që siç e thash është një moment shumë efikas për ta, për rritjen e tyre dhe në karrierë dhe në jetën e tyre profesionale. Një ndikim i cili do t'i këshilloj që t'jenë shumë të vëmendshëm në këto momente është marrëdhëniet që kanë me familjarët e tyre dhe shëndeti i tyre fizik. Këto të dyja, në qoftë se arrijmë që t'i mbajmë në kontroll, kemi mundësi që të kemi një rritje vërtet kolosale.
duke qenë siç e thash, nuk do të humbasim kohë. E dyta, kushti i dytë për ripërsëris është që partnerët tanë të shikojmë si aleat. Nëse se bëjmë këtë, kemi mundësi që të zgjidhim problemet së bashku dhe të mos i agravojmë. Dhe tjetra, për sa i përket çështjeve sentimentale. Në këto momente shenja e mbretësjapit, edhe pse fokusi mund të mos jetë atje, duan apo s'duan ata, po them në këtë mënyrë, do të hyjnë në jetën e tyre persona të cilat mund të bëjnë personat e tyre të zemrës. Janë shumë pozitiv, janë pikërisht ajo çfarë meritojnë në të vërtetë. Këto ishin ndikimet për shenjën e mbretësjapit, po kaloj tek shenja e ujorit. Siç e thash, shenja e ujorit është shumë aktiv. Aktivizohet shumë nga ky hënëre, është një aktivizim në përgjithësi pozitiv. Kemi edhe për ta perceptimin e shpirtit të tyre një lloj siç ishte tek shenja e akrepit. Por po e them në këtë mënyrë, nëse deri në këto momente ata nuk kanë ditur se ku qëndronin, mund të kenë qenë pak spektatorë të jetës së tyre, mund të kenë pasur shumë vështirësi e të tjerë sepse Plutoni ishte vendosur këtu. Kjo hënëre do t'i aktivizojë vërtet në mënyrë pozitive, do të bëjnë vërtet karakter kryesor i jetës së tyre, do të jenë shumë herë më tepër të aktivizuar në jetën e tyre sociale. Perceptimi që kanë për shoqërinë dhe perceptimi që ka shoqëria për ata do të ndryshojnë në mënyrë shumë pozitive, do të rikrijohen pra si individ dhe do të dalë në skenë persona të cilët janë shumë larg fanatizmit, të cilët nëse deri në tek hënëre do të kemi probleme në lidhje me këtë temë, pra të jemi shumë të fiksuar obsesiv ndaj temave të caktuara. Pas kësaj hënëre të re do të kuptojnë që të gjitha këto nuk është se kishin një rëndësi shumë të madhe dhe të fokusohemi tek gjërat të cilat neve na rrisin si individ. Prandaj dhe do të kemi dhe një optimizëm shumë të lartë. Shenja e ujorit është një nga shenjat të cilat do të ketë një ndër ndikimet më pozitive. Për ta rritja në karrierë do të bëj pak a shumë vetvetiu. Normale në duke, sepse në të vërtetë kam punuar mjaftueshëm. Për sa i përket marrëdhëniet që kam me kolegët e tyre, do të kenë një ndryshime pothuajse të menjëhershme dhe pozitive. Mund të duken pak stresuese sepse po krijohet një balancë e re, por është shumë pozitive edhe në këtë pikë. Shenja e ujorit do ta ketë shumë më të thjeshtë për të tejkaluar të gjitha sëmundjet që mund të kemi. Është një nga shenjat që do të ketë një shërim pothuajse të plot, si në çështje sentimentale, pra në botë natyrë të brendshme në lidhje me anën shpirtërore, po ashtu edhe në anën fizike. Është një nga shenjat që do të ketë rigjenerim pothuajse të plot dhe kjo hënëre do t'i lërë vërtet ata shumë më mirë se çfarë gjeti. Pra ndikimi i përgjithshëm do të jetë shumë pozitiv. Pika ku duhet jemi të kujdesshëm për shenjën e ujorit. Duke qenë se kemi sistemin nervor të prekur, edhe për ta kjo do më thënë që do të kemi trysnik në këtë pikë. E kanë shumë më të thjeshtë për ta tejkaluar këtë, duke qenë se kanë një logjik pothuajse të hekur në këto momente shenja e ujorit. Pra edhe perceptimin që kanë dhe për botën dhe për veten e tyre dhe për trupin e tyre shumë në të, kemi mundësi që të gjejmë rrugën vetveti në mënyrë intuitive se cilat gjëra që na bëjnë më tepër mirë, edhe për ushqime, edhe për aktivitetet që do të bëjmë, dhe kjo do të ndihmojë që atë trysnin që po ndjejnë ta nxjerrin jashtë trupit të tyre dhe të kemi edhe një shërim pothuajse të plot. Një nga temat e tjera që do të jemi të prekur është edhe komunikimi, marrëdhëniet që kemi me vëllezërit dhe me motrat. Këtu do t'i këshilloj që të jemi pak më të kujdesshëm. Do të kemi dalje në skenë si fillim të problemeve, në mënyrë që të krijojmë një balancë normale që mund ta krijojmë, thjesht na duhet që të mos fokusohemi tek problemi, të fokusohemi tek zgjidhja, është një mënyrë vërtet shumë efikase për të shruar edhe relatat të cilat janë problematike në këto momente. Për shenjën e ujorit do t'ju bënte shumë mirë që të udhëtonen, është një nga këshillat e mia për ta. Vërtet çdo udhëtim, çdo socializim në këtë moment e bën vërtet shumë mirë, është pak a shumë ilaç për ta. Nëse keni mundësi pra, bëjeni patjetër. Shenja e peshëve. Për shenjën e peshëve, kjo hënë e re është një ndryshim shumë i madh në jetën e tyre. Është e vendosur tek shtëpia e tyre karmave, por duke qenë se është pozitive, do të thotë që do të marrë mbrapsht çdo gjë pozitive që ka dërguar në univers. Shenja e peshëve është një ndër shenjat të ndryshueshme, prandaj dhe është e lodhur në këto momente sepse ka ndryshime kolosale në jetën e tyre. Në përgjithësi janë pozitive edhe pse në këto momente ndoshta si perceptojmë, por në përgjithësi janë pozitive.
Gjithsesi, kjo hënare për ta do më thënë mbarimin e një periudhe ku ata nuk kanë qenë të vlerësuar aq sa duhet nga njerëzit që kanë rreth rrotën, nga bota që i rrethon, dhe mbarimin dhe të gjyqeve në të njëjtën kohë, po ashtu dhe në tematikat që kanë të bëjnë me trashëgiminë, do të kemi përfundimin e problemeve. Është një hënare shumë pozitive në lidhje me temat që sapo përmenda. Si do të ndikohet më tepër? Atëherë, çdo gjë që ka të bëjë me të ardhurat materiale do të preket, si në lidhje me bashkëpunimet, po ashtu dhe të ardhurat materiale që po krijojnë ata vetë në këto momente në jetën e tyre. Të gjitha këto do të rikrijohen ose më them do të marrin një formë të re, shumë më pozitive do të them, sepse do të kemi një mbështetje shumë të madhe nga universi, nga sistemi, për të krijuar mirëqenien që ata meritojnë. Siç e thash, në këtë moment ka një mbështetje të madhe, po krijojnë jetën që ata dëshirojnë dhe ju duhet, por ndoshta nuk arrin ta perceptojnë sepse ka një ngatres shumë të madh ose është shumë e lodhshme si periudhë. Gjithsesi, për sa i përket çështjeve sentimentale, kjo është një nga temat të cilës shenja e peshqve mund të jetë e ndikuar në mënyrë jo pozitive. Kjo sepse mund të kemi shkënjime të shumta këtu, sidomos nëse nuk kemi ditur se si të krijojmë kufij të shëndetshëm brenda lidhjeve tona sentimentale. Kjo pas kësaj, normalisht do të jemi të detyruar që të mësojmë dhe do të krijojmë lidhje shumë të shëndetshme, ashtu që po ndodhesh pikërisht kjo që të hapim vend për të krijuar lidhje të shëndetshme, por në këto momente mund të dalin në skenë dhe probleme të cilat nuk jemi gati për të ballafaquar. Në qoftë se ballafaqohemi me të gjitha këto, kemi mundësi që të krijojmë një begati vërtet shumë të madhe në jetë, sepse do të kemi një humor shumë më të lartë. Është shumë e thjeshtë për të bërë në të vërtetë. Në këto momente ka mundësi, jam më të përgjegjshëm sepse kemi edhe Saturnin të vendosur tek shenja e tyre dhe mbi të gjitha këto ndikime që sapo përmenda zbuten në mënyrë të konsiderueshme pikërisht për këtë arsye. Si mund të perceptoni këtë shumë e thjeshtë, nëse në një pikë ndjeni të cënuar ose të sfiduar, kjo do të thotë që është diçka që duhet ta mësoni, është një element i ri që duhet ta implementoni në jetën tuaj dhe në lidhjet tuaj, një kufi i ri, do t'i këshilloj që ta merrni parasysh te kjo do të ndihmojë vërtet shumë për të krijuar jetën që ju duhet, jo ajo çfarë imagjinoni, për të imagjinatës. Përsa përket të ardhurave materiale, siç e thash, duke qenë do të kemi një rikrijim të vlerave, mund të kemi të ardhur materiale vërtet shumë të mira, por nuk duhet ta shpërdorojmë, sidomos deri tek ana e re. Për çdo problem, për çdo stres që kemi, nëse kemi zakonin që të harxojmë lek pa kufi, kjo është një nga temat që do të këshilloj që të filloni ta merrni në kontroll. Jemi në periudhën ku zakonet mund të heqim, ato që janë të dëmshme, prandaj dhe mund ta përdorni në këtë aspekt. Përsa i përket shëndetit, për fat të mirë, jemi në një periudhë ku shenja e peshqve vazhdojnë që të jetë në periudhën ku gëzojnë një shëndet të mirë në krahasim me veten e tyre, pra. Prandaj dhe përveç atyre që thash të përgjithshme, nuk kam ndonjë gjë ekstra për të thënë. Okej, pra këto ishin të gjitha ndikimet që kisha në lidhje me këtë hënë të re. I përmenda të gjitha shenjat. Për të gjitha informacionet që nuk mundeni t'i gjeni tek lidhjet e mia të drejtë për drejta, ose pra tek videot që vetë tek YouTube, do të thotë që janë personale për ju. Për ato mund të merrni konsultën tuaj të personalizuar. Në mënyrë që të prenotoni, më shkruani tek WhatsApp im ose nëpërmjet rrjeteve sociale nga DM-i. Konsultat pra shërbimet personale janë me pagesë. Shumë faleminderit Mimoza. E pash kur erdhe, faleminderit dhe më vonë, nuk doja të ndaloja sepse nuk do të humbi se ritmin. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit edhe një herë që morët pjesë dhe natën e mirë. Shihemi përsëri. Pafshim.